Unë kam jetu 24 vite në Firenze. Për mu ka kënë shumë e vështirë nështë me hap në Itali, e kam hap në Shqipni dhe jam shumë i kënaqur. Kafen me raki, që është një shije tepër shqiptare. Unë kam jetu 24 vite në Firenze, edhe para 6 vitesh jam njoft menuesen atje, një kurs guzhine. Unë si profesion jam guzhinier, edhe mas njoftes me Ajdin, mas i viti jena këthy në Shqipni për një sezon, se ishte edhe problemi Covidit edhe dashte pa dashte nuk ishte mundësia me punu. Erdhëm Shqipni me bo një sezon, edhe në pëlqej shumë Shqipnia edhe nejt me këto. Me një ëndër të madhe me hap diçat tone një ditë. Kam punu edhe atje në për dyqane akulloresh, po sidomos iniciatore ma madhe ka ken Hajdi, sepse më thote gjithmonë ta bëjmë sepse nuk është diçka e tillë në Shkodër. Edhe pse jo? Martini bote edhe guzhinierin, punote në një restorant, edhe ishte pak i lodhën nga kjo jeta e guzhines, edhe një na pëlqejte ne për çdo darkë dalshim me ëngër akullore, paktën 2 herë në ditë merrshim akullore. Edhe kur u kthyme, e pame që mungote në qytet, edhe thame duhet me bë se s'ban nes ose ka bë dikush tjetër, edhe shpejt vendosme me bë. Nuk ka kanë e vështirë me bin. Martinin fillimisht u kthyme për një periudhë shkurt, diça 3 mujore me bë një sezon, edhe mëse najtme edhe Martini u përshtat shumë mirë, i pëlqej, nuk ka se e ndhivi mungesën e Italisë. Unë jam e lindën edhe rritur në Shkodër, Martini nuk ashtu, unë e solla këtu sepse normal familja jam e vendi jam, edhe ne Shkodrën e dona shumë. Këtu na pëlqej vendi sepse jena pak më larg, po thojmë pak më larg zonës pedonales, edhe na pëlqen fakti që klientela jonë vjen për ne apo stafat, edhe në këtë mënyrë kena marrë një klientelë shumë të mirë, që e vlerësojmë produktin që ne bëjmë. Emrin ishim në më dyshek, isha bindën që dosha me avu një fjallë shkodrane, nga që nuk është se e shof shumë Shkodër, e kanë bë disa veta, dhe më pëlqej shumë kur e nisha, dhe thash do t'i vë një fjallë shkodrane, dhe dosha me lidh edhe me faktin e ushqimi, gjelaterisë, edhe mkana, dhe me thënë ma ka ënda, një diçka që të pëlqen, një diçka që të shkon, që ke qef në ato momente. Edhe kjo ishte ideja e emrit. Ne na bën veçantë suportimi ndaj fermerëve, ndaj prodhuesve. Për shembull, qumshtin e marrim te një fermer afër Shkodrës, frutat mundon me zgjidh sezonalitetin e frutave, për shembull i tash kena manat, që janë drejt fundit, kena pjeshken, kena lule shtrydhen, kena bostanin, kena pjepen, domethënë tona të momentit qastin. Javën tjetër të fillojmë me mjedrat e para që vinë, edhe mundon me suportu fermerët lokal, bizneset e vogla, familjar që prodhojnë diça të vogël, ndoshta me pagu një çmim më të lartë, po me kthy normalisht në kualitet. Me shku me marr kamomilin në mal, njësoj edhe shërbelen, ne kena fatin që kena malin afër, Shkodra një qytet shumë i bukur, sepse afër i ka tana, ka malin, ka plazhin, ka liçenin, edhe jena gjithë jashtëzakonisht mirë, qysh se kena hap me frutat. Për shembull, ndimën kena bë akullor me gështej, kena bë me verë të kuqe, kena bë me kiwi. Domethënë ne i shfrytëzojmë tana frutat e stinë, se mas është edhe te pjesa e klientit që këtu nuk janë mësu me akullore ndoshta të bardhë, zez, ose roz, edhe duhet më shpjegu, pa diskutim që ka kenë shumë gjë e bukur edhe për klientët tonë se nuk ishin mësu. Ose kush e ka njofte, ka kërkull, e kanë thënë ma në fond në aprut diçka tillë se mungote, se ne për shembull bëjmë edhe ushqie shumë ndryshme, kena kafen me raki që është bashkë edhe të tanëve i pëlqen shumë se është një shije tepër shqiptare, po thojmë. Kafe me raki është shumë shije që kena për zemër, se është kujtimi ton gjyshave, në këtë rast gjyshi jem se Nadje pite kafen me raki, edhe gjithmonë ne e bëjmë këto edhe është një në shije që ecë ma tepër. Affogato është në gjëra që shesin më tepër, është kafe me akullore, edhe pëlqej shumë për klientëve sepse është një gjë që edhe në pamje shumë e bukur, edhe në shije se jo shumice i ka provu edhe i pëlqen shumë. Ne këshillojmë gjithmonë për me pas një eksperiencë totale të vendit që të marrish edhe akullore edhe pse jo edhe affogato. Tash kena filluar edhe me granite,
që i bëjmë ne me frutat freskëta dhe ato janë shumë të mira, freskuese, edhe është komplet ajo pjesa arkullores që ne mundona me ofru klientave tonë. Shumë të lumtur. Ne nuk e kena priton këtë suportim. E dishim që ishim të pru diqa po them marrësie dhe e dishim që kanë me na kuptu një pjesë, por ko kanë shumë ma madhe se sa mendoshim ne dhe çdo produkt, çdo gjë që kena fut është suportu shumë për njerëzve. Ko ka një vit shumë i bukur, pa stres, vetëm kënaqësi, nuk e kena menduar domethënë kaq mirë. Këtë moment të vitit janë 50 shqiptar, 50 ujë. Tu kanë se Shkodran edhe turistat vinë në Shkodër për me vizitu veriun e Shqipërisë, ka shumë Shkodra, sidomos 5 vjeçarin e fundit ka pas shumë turista. Pa diskutim që edhe turistat kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sepse tu kanë se jetojnë në vende të tjera dhe e dinë se çfarë është kultura artizanale, pa diskutim që na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Po edhe shqiptarët tonë, Kosovar, edhe prej Maqedoni, sidomos prej Tiranës kur vinë, edhe Shkodran tonë na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Këtë gjë e kena bërë sidomos për me pas një jetesë më të qetë dhe me bë diçka ma të qetë një jetë. Edhe mas jena një menimit bashkë me Nusen, se unë me Nusen, kur të vinë klientat, ata dojnë me na pa ne, edhe pa diskutim që biznesi ecë mirë, kur mon këtë familjaritetin e tij. Edhe tu kanë se jena kryesisht unë e Nusja të nditen këto, na pëlqen edhe kontakti me klientin dhe më ia shpjegu tana gjanat. Gjithë emigrantëve që vinë edhe më takojnë, i them gjithmonë, nëse keni diçka të veçantë, një gjë të re që nuk është akoma në qytet, pa s'do me thënë që t'jetë një gjë e pa ndëgjume, thjesht duhet me kenë një gjë e re, edhe zgjedh cili ka riskun e vet, pa diskutim që do të ecë. Kështu që për mua ka qenë shumë e vështirë ndoshta me hap në Itali, e kam hap në Shqipëri dhe jam shumë i kënaqur. Që duhet me punu shumë, sepse gjithë secili, si tha Martini, ka fatin e vet edhe është në dorë të gjithkujt. Por unë të paktën e kam provu edhe në vend të amin edhe jashtë dhe nuk është aq e lehtë sa pasqyrohet. Unë gjithmonë kur e flas me shoqëni thojmë që të paktën për Shkodrën, se nuk e di për pjesën tjetër Shqipërisë, është si një telajo që piktura, sepse mungojnë shumë gjana, ka shumë gjana që mund të plotësohet, idena ndryshme biznesit edhe është vërtet që sa herë gjejmë na vin klienta migranta, na suportojnë, na thojnë bravo, edhe mendoj edhe unë na thojnë kthimin edhe gjithmonë i them që nëse keni një ide shumë bukur pse ja, sepse është unë gjithmonë nuk e kam menduar kurrë atë jetesë një është e kam marrë si eksperiencë, po e du shumë vendin tem, kështu që për ato që ndin është pse ja është paktën me e bë provë duhet.